Lagja Rilindja në qytetin bregdetar të Vlorës vijon ende të mbetet me infrastrukturë rrugore të degraduar për vite me radhë. Banorët e këtij bloku banimi për kamerën e televizionit ton tregojnë se asfalti aty ja ka lënë vendin amortizimit, baltës, plurit dhe mbi të gjitha pellgjeve me ujë të ndotur. Sipas banorëve, sa vjen, situata në brendësi të bllokut të banimit bëhet edhe më keq, me rrugën e cila amortizohet edhe më tepër. Banorët tregojnë edhe faktin se projekti për rihabilitimin e rrugës në brendësi të këtij bloku banimi është tenderuar dhe financuar, por sërish aty punimet nuk po fillojnë. Ata konfirmojnë faktin se aty janë vendosur tubacione të reja të furnizimit me ujë të pishëm dhe nuk ka më arsye përse të pritet për asfaltimin e segmentit rrugor. Banorët kanë një thirrje drejtuar institucioneve lokale të Vlorës të nisin rihabilitimin e rrugës të lagjes, pasi sipas tyre e kanë të pamundur të kalojnë në të, sidomos në ditët me reshje shiu. Kjo një 10 vjet kështu është në këtë. Po kjo të qeshë rregullurin çikse. Tu ka qenë 100 para. Ka qenë ajo grope e madhe mes rrugës që dëshi makina. Çfarë rregulloi, ka pasur një punë? Erdhën këta kanalizimet me ujë. Përdojnë linjat e reja dhe i mbush. Situata sa vjen dhe përkeqësohet, a? Tash sikur është rregullurin që kjo. Ka qenë më keq para. Ka qenë keq shumë. Ka patur një investim ndër vite? Jo. Thonë që është në pritje të projekte që do ta rihabilitoj, do ta bëjë. Në pritje është ajo se tubat çonet janë vend. Po? Edhe do viret ujë i pishëm. Të thonë këta 24 orë ujë i pishëm. Do hiqen tubat e vjetra se kanë vend tubat e reja. Edhe pastaj do asfaltohen. Nuk ka arsye pse të presim apo jo. Jo. Tash mos gjasin e 3-4 muaj. Sa vite po bën që jeton këtu? Qysh 80. Që në 80. Qysh rinin tënde, kështu ka qenë lagja. Jo, ka qenë asfalt në fakt. Po? Ka qenë kështu. Po tash u pris me në këto kanalizime. Mendon se ka shpresë që të rregullohet çdo gjë? Po do rregullohet çon. Unë me thënë drejtën s'para dele, tani dola një rast si të vetë pagoj telefon. Po besoj e sheh. Rruga kështu që kur janë bërë këto kanalizimet, kështu ka qenë. Si e përshuan sot, është një gjendje të keqe? Po shumë e keqe, ku të vej më keq. Ka kohë kështu, ka muaj? Po që kur janë hapur kanalet, çfarë do bënin këta, çfarë do shtronin, linjat. Ke shpresë se mund të rihabilitohet? Po mase, do ndryshoj. Duhet rihabilituar? Po patjetër ja ti si thua. Ti jesh në këtë lagje si thua, duhet apo kështu mirësh. Do në ju nuk shpëtoni as nga pluri, po as nga balta. As nga një nuk shpëtojnë aty im dhe këmët kur kaloj. Shumë e vështirë kjo gjendje. Po, faleminderit. Jo, nuk ankojmë do se jam, të thash jam brenda vetëm, nuk para dal. S'kam ku ta ankojmë në ratë të parë, ku ankojnë juve? Më thuaj ku ankojnë juve? Vlen të theksohet edhe fakti që disa muaj më parë u financua të paktën në shkresa zyrtare projekti për rihabilitimin e segmentit rrugor në brendësi të lagjes Rilindja, por fondi, dokumentacionet që tregojnë se duhet të kishin nisur tashmë punimet vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllura në sirtarët e institucioneve. Projekti ende nuk po zbatohet, pavarësisht se nuk ka asnjë arsye përse punimet mos të fillojnë. Sipas afateve në këtë projekt, ndërkohë që punimet ende aty nuk kanë filluar, duhet që tashmë të kishin përfunduar.